për të ardhur tek qëllimi i saj. Unë besoj dhe pres që ajo të futet në politikë. Është e re në moshë, në zotër Kelmendi. Po, natyrisht është e re, edhe po them duke njohur mbi të reja, sepse ka plot të njerëz më të ri që edhe smerren me politikë, sepse ajo është edhe pedagogë, por thjesht duke njohur aspiratat e saj. Ajo që edhe kur ishte presidente, shpërndau hapi ato dosjet e dekoratave që i bëri sikur Baba Dimri, sikur shkonte në bër. Pra, unë besoj që ajo do të jetë në politikë, unë besoj që ajo do ta krijojë një iniciativë. Ajo iniciativë do të jetë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pra, nuk do futet në spaku jo këtë mandat. Pastaj elektorati do t'ja definoj. Pra, elektorati kësaj LDK-je pa vjosën, nuk e dija do t'a votoj dikush, ose shumica mund të mos e votoj. Kjo pjesa që dikur u qunë të guxo, do më thënë, një pjesë sigurisht se do t'i kthehet asajna. Unë besoj dhe pres që do t'jetë një koalicion i LDK-s me Vjosa Osmani. E luan rezultatin që është tashmë? Jo, nuk besoj që do t'a ruaj, pra një koalicion i tij. Ta luaj, që i bie ta ullë rezultatin e vetëvendosis, të arrisë ato të LDK-s. Pa diskutueshëm të qenit 50 presidente, pas anej dorën zemër, ka një retorik, ka një imazh të mirë, sepse